Fitore 3 barazime dhe 7 humbje. Goli i shënuar nga Tabeku në minutën e 9 krijoi iluzionet e Tirana, por nuk troniti Vllaznin që përmbisi gjithçka për 11 minuta. Në klasikën e futbollit shqiptar luajtur të premte në Loro Boriçi. Pas dy rezultateve pozitive radhazi, Bardha Bluçi me besim në stadiumin e Shkodrës për ndeshjen e javës së 8 në Abistent Superiore. E pas kacmimeve të para, Serge Tabeku poshti porterin Pols me një gjuajtje në hyrje të zonës. Edhe fal një devijimi përcaktues ka mbrojtja. Vllaznia kryesuese e kampionatit nuk lejoi që Bardha Bluçi merrni kontrollin dhe në minutën e 15 barazoi me një gol të bukur nga Jago, shënuar me të majtën nga jashtë zonës. Dhe 1-1. Çfarë goli, super gol nga Jago. Minuta e 15. Goli i ndezur më tepër skuadrën vendase, që 5 minuta më pas kaloi në avantazh. Kur Mala ftoi para porte Balajn, që goditur ufeshëm dhe shënoi golin e 5 personal në kampionat. Mala me këtë top për tek Balaj, 2-1 Vllaznia. 2-1 Vllaznia, minuta. Pas avantazhit Kuqeblut e qetësuan lojën pa aventurat kota, por ekuilibri i forcave në fushë ndryshoi në minutën e 52, kur gjyqtari Jorgji i sinjalizuar nga VAR i dha kartonin e kuq mbrojtësit vendas Kuros për faull kundër Haxhiut me taka në gjuhë. Kartoni kuq për Kuros në minutën e 50. Tirana nuk arriti të shfrytëzonte përsi numerike dhe ishte Vllaznia që fitoi të drejtën një penalltie, kur bala u penguan në zonë. Kastrati mori përsipër ekzekutimin dhe në minutën 78 Kuqeblut shkuan 2 gola para. 3-1. Niset Kastrati, goditja e tij dhe 3-1 Vllaznia në minutën. Tirana përpoj të bënte diçka, por një rast në minutën 88 ishte shumë pak për të shqetësuar Vllaznin. Skuadra e Edi Martinit merr fitoren e 4 radhazi dhe ngjitet në pote 19 pikëve. Në pritje tek natës sfiduan me Partizanin të shtunë. Fes Shkodrane në Loro Boriçi.